Ja, çfarë ndodh nëse pini ujë të ngrohtë çdo mëngjes? Shumë njerëz e nisin ditën me një kafe ose çaj të ngrohtë, por askush nuk pi ujë të ngrohtë sepse asnjë nuk i di përfitimet që sjell. Uji i ngrohtë në mëngjes me stomakun bosh sjell shumë efekte pozitive në trup, si për shembull nxit tretjen, eliminon toksina në trup dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Sipas Eating Well, do të rendisim në këtë video përfitimet që do të merrni nga ky ritual. Konsumi një filxhani me ujë të ngrohtë në mëngjes eliminon toksinat e dëmshme nga trupi. Nëse keni dhimbje stomaku, pini një gotë me ujë të ngrohtë përpara se ta hani mëngjes. Dhimbjet që sjell menstruacionet lehtësohen me ujë të ngrohtë. Uji i ngrohtë qetëson muskujt e stomakut dhe lehtëson problemin. Një gotë me ujë të ngrohtë në mëngjes ndihmon në rënien në peshë më shpejt, pasi uji i ngrohtë dhe rrit temperaturën e trupit dhe përshpejton metabolizmin. Uji i ngrohtë me stomakun bosh ndihmon trupin të eliminojë toksinat dhe mbetjet e dëmshme dhe të përmirësojë gjithashtu edhe procesin e tretjes.